Po nëse ndonjëri nga ju ja beson tjetrin një çështje, thotë fel ju eddi, formën urdhërore, thotë Allahu në ta kryejë atë emanet për të cilën ju është besu çështja. Një ndër veçoritë e këtyre njerëzve të mirë, këtyre besimtarëve të mirë është edhe Allahu thotë walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Janë ata të cilët më thonë emanetin dhe premtimet janë të kujdesshëm. I ruajnë më thonë emanetet dhe premtimet. Edhe thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wala takhun man khanaka. Mos e tradhto atë që të ka tradhuar. Që ndodh shpesh te ne, nëse ai më ka thënë fjalën, edhe unë po ja kthej më thonë. Për sa po na mëson. Po, netën menim, ai me të keq. Ne besimtar të ngritemi mbi këtë edhe emanetin e çojmë në vend, ndërsa nëse dikush na tradhton, nuk e bëjmë atë vepër që ka bërë. Çka si besimtarët mirë. Hoxhë nderuar, amaneti është vetëm për çështje materiale apo ka edhe aspekt shpirtëror? Ti e cekë pak as tek pyetja e parë, mirëj sekretet e ndonjë personi, ndonjë muhabetit, ndonjë informacion që të herë dikush. Kjo sot është bë katastrofë. Njerëzit i publikojnë biseda që i ka bë dikush me xhlis ndonjë tubim. Ato biseda kanë qenë ndoshta sekret. Ti di hadithin ku thotë nëse iltefete, fe hiya aman, nëse dikush duke fol e kthen kokën, atë bëhet shenjë se kjo është amanet, diçka që duhesh me rujt. Unë lexoj se një prej zullumeve më të mëdha që janë përhapur te ne është ta'addi ala al-mal al-am. Ku njerëzit keq përdorin pronën e përgjithshme. Pronën e përgjithshme. Mos kryer amanetin është për gjunave të mëdha. Zakonisht më thon gjunat e mëdha përfundojnë më thon me xhehenem, nga se ka shumë kërcënime për atë person i cili nuk e kryen amanetin. Prandaj njerëzit nuk duhet të shikojnë shembulltyrat e këqija, po duhet të mundojnë të kërkojnë një shembulltyr të mirë, sikur se ka qenë shembulltyra më e mirë pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarët e ashabët. A ne si besimtar duhet vetveten vazhdimisht me përkujtuar se ajo që Allah e ka caktuar për neve, është ajo që është më e dobishme për ne. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Allahun e falenderojmë, mbi pejgamberin ton salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Të nderuar shikues, jemi në episodin e ri të podcastit Në Mexhlis. Tema për të cilën sonte të flasim është temë me rëndësi. Ka të bëjë me amanetin, me kushtet se si një njeri duhet të sillet kur ta merr përsipër një emanet. Po ashtu me atë se si është përmendur amaneti në librin e Allahut dhe në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Për këtë dhe për shumë pyetje tjera lidhur me amanetin, sonte mysafire kemi hoxhën e nderuar Hafizin Vedat Efendi Skënderi, të cilit i shprehim mirësardhje. Allah shpërblet, Allah nderoj për ftesën. Mirë se vjen hoxh, na ke nderuar. Shpresoj se do të kemi një bashkëbisedim të dobishëm për neve, por edhe për shikuesit tanë. Sepse tema e amanetit është një temë e cila ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka me ardh koha kur do të humbet amaneti. E kur e kanë pyetur çka është humbja e amanetit, ka thënë kur çështja i besohet dikujt që nuk e meriton, atëherë pritet ditën e gjykimit. Për të mos i marrë shikuese më tepër kohë, do ta fillojmë me pyetjen e parë. Ajo është se çka do të thonë dhe çfarë përfshin amaneti nga pikpamja e botkuptimit islam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht është mirë me shikue amanet çka i bie më thon gjuhën tonë shqipës. Pasi më thon e gjemi edhe në fjalorin e gjuhës shqipe, amanet nëse shikojmë fjalorin do ta shohim që diçka me rujt. Ose me dikush që jep një punë me çudrin vend, me kry punën e që ta jep, ose disa vende përdoret edhe amaneti babës, më kalon me fjalë para se me vdek, edhe kështu përdor. Pra këta në të kuptimet në gjuhën, si lloj porosie e babës që kalon e vladit pas vdekjes, pra këta kuptime në gjuhën arabe vasijet. Kjo ishte më thonë gjuhën shqipe, kurse nëse kthehemi dhe shikojmë në aspektin e në fen ton, shariatin ton, ta shohim që amaneti ka mura me don 2 pika trasha. Amaneti i përgjithshëm, që shumë gjëra hin këtune, dhe amaneti i veçantë. Çka bie kjo? Amaneti i përgjithshëm i bie më thonë gjitha ato urdhërat e Zotit dhe ndaleset e Allahut subhanahu wa taala hyn te amaneti. Besimi në Allah subhanahu wa taala është amanet. Dhe kemi barë nga Zoti që patjetër si të për neve duhet me e kry këtë obligim, duhet me besu Allahu dhe me adhuru Zotin. Amanetin dhe pejgamberit alayhis salam mi besu tina, me mbrojt sunetin e tij kështu me radhë,
amanetin që kemi ndaj prindërve, amanetin që kemi ndaj fëmijëve tonë, ndaj familjarëve tonë, kështu me radhë, pra kjo është amaneti i përgjithshëm. Po e kemi nga një tjetër një amanet që është i veçantë, që më thonë zakonisht më thonë citatët, ajetet dhe hadithet flasën më shumë për këtë veçantën, që është amaneti ndaj një pasuri të caktuar. Nëse dikush ta lën një pasuri me rujt, me kry deri në vend, ose po botën tonë njihet si kur depoziton diçka te dikush që ta ruaj edhe ta mbikëqyr atë të. Amana gjithashtu është më thonë i veçantë është edhe me rujt sekretin e dikujt që do të folim pak më andejnë. Më thonë amanet është nëse merr një detyrë, një pas, një punë të caktuar, më thonë me e kry ashtu siç duhet. Pra më thonë në pika trasha këta më thonë amaneti i përgjithshëm që është më thonë hin gjitha obligimet e Zotit dhe ndalesat dhe më thonë kuptimi i veçantë që është më thonë disa vepra të caktuara. Kjo është ajo ndarja fillestare. Çka duhet me plotësu një person të cilin dojna ta ngarkojmë me ndonjë amanet për këtyre amaneteve të veçantë, për shembull, diçka me rujt apo diçka me përmbush prej kushteve, sigur me marrë ndonjë post. Sot ne hoxhë të nderuar jetojmë në një kohë kur tek njerëzit është përhap korrupsioni. Edhe shpeshherë vendet me peshë, vendet me rëndësi i marrin dikush që nuk e meriton. Mendon se ajo është i gatshëm që ta kryej detyrën, që ta bartë atë amanet, po kur del në realitet e sheh se ndoshta e tradhton amanetin. Prandaj ne si musliman duhet me e ditë apo duhet me i mësuar, duhet me mësu njerëzit se cilat janë kushtet që duhet me i plotësu ai person i cili detyrohet apo i ngarkohet një amanet. Çdo person që e merr një detyrë, më thonë një amanet caktuar, ai ka obligim me kry atë amanet. E kundërta amanetit i bie tradhtia. Tradhtia më thonë nëse kuptojmë të kundërtën e amanetit, pra tradhtim, do kuptojmë që çdo pikë me të cilën jemi marrë vesh me dikan që me kry një punë, më obligohesh, më thonë detyrimisht nga feja e Zotit, që ti më thonë me krye. Tash në intereson këtë rast është me ditën cilat janë pasojat e nëse ti nuk e kry, më thonë atë amanet që është më thonë tradhtia. Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka përmendur, Allah subhanahu wa taala thotë ja alladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O që besuat mos e tradhoni Allahun dhe të dërguarin e tij dhe mos i tradhoni ato emanete. Pra mos e marr vesh me dikan për me kry një punë caktuar, ti automatikisht obligohesh, më thonë që duhesh me krye. Nga ana tjetër ajo që e vërteton edhe i jep theks më të veçantë është edhe hadithi për Mesam, ku thot ajetul munafiki thalatha. Më kur fol për shenjat e munafikit, thot shenjat e munafikit janë 3. Dhe thot për Mesam idha hadatha kadha, kur fol gënjen. Kjo është cilësia e munafikëve. Wa idha wa'ada akhlaf, kur jep fjalë, nuk e rin fjalë. Wa idha tumina khan. Kur i besohet një çështje, kjo është interesante. Jepet ndonjë amanet. Një amanet i caktuar, ai e thën amanetit. E tradhton amanetin. Pra gjitha këto citate tregojnë, që ne obligohemi nëse e kemi marrë për detyrë një amanet caktuar, që ne duhet me e kry patjetër ashtu siç kërkohet nga ne. Allah në Kur'an kur flet për Musajin alayhis salam në tregimin e tij, e tregon rastin kur shkon në Medjen edhe aty bëhet roktar, pa punësohet tek njeriu që thuhet se është pejgamberi Shuaib, apo është njeriu që e ka pasur Shuaib, dhe bijat e këtij njeriu apo këtij pejgamberi e këshillojnë që ta merr, që t'ia beson një amanet një njeriu i cili është el-Qawi el-Amin, i fuqishëm dhe besnik. Prandaj gjithë ata të cilët vetvetes ndoshta ndonjëherë i japin të drejtë të ngarkojnë me ndonjë amanet, duhet ta kemi parasysh se nëse nuk janë të fuqishëm, nëse nuk janë besnik, ose nëse nuk janë të ditur, sikur se përmendet në rastin e Jusufit alayhis salam, që me ditë se si me menaxhu situatën, kjo do të sjellë tek ajo që e thatë ju, deri tek tradhtia e amanetit. Prandaj mendoj se ne si musliman duhet pakës më me seriozitet me i marrë këto punë. Sepse mjafton një punë mos me e bo ashtu si duhet, e pastaj pasojat i vojnë shumë njerëz. Mos zbatimi i asaj, është shenjë e munafikave. Që kjo duhet me qenë nxitje për besimtar që me smjethim, këta
këtë marrëveshje me cilën e marrësh me ndonjë punë caktuar ose me ndonjë post caktuar, mes me tradhu punën, fjalën që ke dhënë. Tradhtia është, domethënë e kundërta e amanetit është tradhtia. Bet fjala tradhti është diçka e rëndë, diçka që besimtari as që ka mundësi që ta paramendon se ka mundësi të ndodhë një tradhti për një besimtare, për një njeriu i cili ka thënë amen tu billahi wa rasuli, kam besuar në Allahun dhe në të dërguarin e tij. Hoxhë, Kurani edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si flasin për amanetin? Në çfarë kontekst e përmendin amanetin dhe në çfarë mundemi të përfitojmë ne si besimtar nga këto ajete dhe nga këto hadithet e Resulullah? Pasi që më thonë këtë tema shumë rëndësi, më thonë gjithsesi edhe Kurani ka folë edhe kësaj teme. Që do të përmend disa ajete, ta shohim që Allah subhanahu wa taala i ka urdhëruar besimtarët disa vende që emanetet mi çunë në vend. Një ndër ajetet në surën Bekare kemi ajetin 283, më thonë Allah subhanahu wa taala thotë fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanata. Po nëse ndonjëri nga ju ja beson tjetrin një çështje, thotë falyu'addi, formën urdhërore, thotë Allahu në ta kryejë atë emanet për të cilën ju është besuar çështja. Kjo është një ndër ajetet që Allah subhanahu wa taala i urdhëron besimtarët që me i kry emanetet me çun vend, edhe në formë urdhërore. Kjo domethënë se është obligim. Obligim, Tani pas kësaj pjesës vjen ajeti wal yattaqillaha rabba. Në këtë frikë Zotit subhanahu wa taala, për shkak që ka marrë një detyrë duhet ta kryejë, E të ka frikë Allah, nga se nëse nuk i ka frikë Zotit, ka mundësi, që ka mos frika ndaj Allahut me çu deri tek me thyje, emanetin. Kjo është një ndër ajetet. Një ajet tjetër Allah thot në formën urdhërore, Allah subhanahu wa taala surën Nisa ajetin 58 thot inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah ka urdhëruar, me vërtet Allah ka urdhëruar që me lën emanetet me çu në vend tek ata persona që janë të tyre, që meritojnë atë të cilëve ju takon emanetin. Edhe këtu e shohim që Allah po urdhëron që duhet më kry emanetin. Shkaku i shpallës këtij ajeti është rasti i Osman ibn Talha, i cili ka qenë familja e tij kanë qenë ata që e kanë ruajtur çelësin e Qabës. Dhe pejgamberi sa në ditën kur e ka shiruar Mekën u ka kthy, edhe atëherë ka zbrit ky ajeti në Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Gjithashtu në Kur'an e shohim edhe në surën Mu'minun Allah i përmend disa cilësi të besimtarëve të mirë. Allah thot qad aflaha al-mu'minun, shpëtuar. Thot Allah kanë shpëtuar besimtarët. Kush janë ata dhe i numëron Allah disa cilësi se kush janë këta njerëz, me qëllim që ne me marr mësim edhe me ndjek këta mësime. Një ndër veçoritë e këtyre njerëzve të mirë, këtyre besimtarëve të mirë është edhe Allah thot walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Janë ata të cilët emanetin dhe premtimet janë të kujdesshëm. I ruajnë emanetet dhe premtimet. Edhe në fund Allahu këta njerëz, ish problem me një xhenet që është i veçantë, xheneti Firdaus. Edhe kjo del shesh nga këto ajete që por me si nuk i xhenet Zoti subhanahu wa taala që është xheneti Firdaus, patjetër ne mi pas këta cilësi. Një dhe ta është edhe çështja e emanetit. Këtë ishim edhe janë edhe ajete tjera, po mjaftojmë me këta ajete. Nëse ndajmë tani këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka bajgi shumë hadithe. Interesant, këtë çështje. Po, në disa prej tyre inshallah. Se ka ndoshta disa hadithe që shikuesit edhe ne nuk i kemi dëgjuar. Vërtet. Ta shfrytëzojmë rastin të përfitojmë. Po, inshallah. Një ndër hadithet që ulemat e hadithit thonë që është hadithi hasan, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la imana liman la amanata la. Nuk ka iman ai cili nuk është, nuk e ruan amanet, nuk është i besuar, nuk ka amanet, nuk i besohet. Pa shikoj, imani është lidh me amanetin. Në momentin që ti amanetin e çon vend, ti i ke disa sifate, disa cilësi këtyre njerëzve që janë besimtarë të mirë. Kjo është një ndër hadithe. Hadithi tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam formën urdhërore thotë adil amanata ila man tamanta alayh. Çoje emanetin për të cilën ti je i ngarkuar, Edhe thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wala takhun man khanaka. Mos e tradhto atë që të ka tradhtuar, që ndodh shpesh te ne, nëse ai më ka thënë fjalën, po edhe unë ja kthej, Për sa po na mëson. Po, në të menim, ai me të keq. Ne besimtar të ngritemi mbi këtë edhe emanetin e çojmë në vend, ndërsa nëse dikush na tradhton, ne nuk e bëjmë atë vepër që ka vënë. Ska si besimtarët mirë. Në një hadith tjetër, subhanallahu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, ai që mi garanton 6 gjëra, unë atij ja garantoj xhenetin. Ai thotë pejgamberi sallam i numëron 6 cilësi. E para për të thotë pejgamberi sallam usduqu idha haddathtum.
Më thonë, nëse janë këta persona që nëse ma jepni fjalën që më thonë, sa që do të folni do të jeni të drejtë në fjalimin e juaj, edhe nuk gënjeni. E dyta thonë sa wa awfu idha wa'adtum, nëse ju premtimin e çelni në vend, edhe e treta këtu na intereson neve, wa adul amanata idha tumintum, edhe nëse amanetin e çelni në vend, për të cilën më thonë keni fituar besnikërinë. Edhe pastaj vazhdon hadith thot wa hafidhu furujakum, nëse ju i ryni më thonë derën e juaj, wa ghaddu absarakum, nëse keni rujt shikimin e juaj nga harami, wa kaffu aydiakum, nëse edhe keni rujt duart e juaj nga zullumi, nga një pasojë që nuk takon, nuk i si ke përdor durt, më thonë aty ku Allah nuk është razi, ke qenë përmbajtur me durt e tuaja. Thonë sa për këta njerëz 6 persona, Allah subhanahu ka garantuar xhenetin. Pra një ndërtash edhe ky person. Kjo është një vlerë e veçantë, më thonë. Ai si dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Mekë, ka qenë pejgamber, prapë mushrikët e Mekës shumë amanete ja kanë besuar atij. Domethënë i kanë depozituar taj që ai më i rujt edhe. Subhanallah. Edhe pse ata kanë luftuar atë ditë, kanë prapë se ka prish, më thonë, këtë virtyt, më thonë. Ka vazhdu me qenë besnik, më thonë, pse ata kanë luftuar atë ditë. Emin, Sadik është ai që e flet të vërtetën, Emin ai që është besnik që nuk e tradhton amanetin. Në një hadith tjetër, pejgamberi sa ka thonë in kuntum tuhibbuna an yuhibbakumullahu wa rasuluhu. I thotë sahabëve sa nëse dëshironi që Allahu më ju dasht edhe dërguari tina, ata ka thonë fa hafidhu ala 3 khisal. Runi këta 3 sende. E parë thotë sam sidqul hadith, me qenë të drejtë gjatë fjalimit, mos me gënjy. Edhe pasam wa ada'il amana, amanetin me qenë në vend. Pra shohim që një ndër cilësitë e personit që i don Allah dhe pejgamberi sam janë këta njerëz që e ruajnë amanetin, wa husnul jawar, edhe me qenë një kumshi i mirë për kushin që e ke afër. Te kjo do të mund ndal para sot të këto çështjet e kujshillukut që e kemi ne kujshillok. Me të vërtetë sot jetojmë në një kohë kur kujshia nuk e njeh kushin e vet, fqini nuk e njeh fqinin e vet. Madje edhe ndoshta i bën zullum e përçatosh pjesë e kulturës edhe tërbijes që ka një musliman me pas raporte të mira ndaj kujshive, sepse ti e din hadithin ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jar. Jibrili alayhis salam meleku, që Allahu ja ka besuar shpalljen, vazhdimisht e ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të kujdeset për kujshin, hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Sa që ka menduar pejgamberi se ka më bëu hisetar në trashëgimi, ka më dhënë një hise për trashëgimi, sikur se jep edhe pjesëtarëve të tjerë të familjes. Subhanallah. Hadithet e pejgamberit janë plot urtësi, plot këshilla që ja rregullojnë jetën e njeriu. Subhanallah. Se njeriu nuk mund të thonë se jeton jetë të mirë nëse i ka prish punë brenda familjes, i ka prish punë me kujshit, i ka prish punë me Allahun, ndoshta edhe nuk i zbaton ato obligime që i ka marrë përsipër. Ajo jetë me të vërtetë është maishet e ndënke, si ku thonë, një jetë e vështirë, e rëndë, ku nuk ka mundësi të kënaqet. Pa që të ndërfleja. Jo, Allah shpërblet atij për këndërhiret mirë. Është përmendur një hadith tjetër, pejgamberi sa ka thonë idha duyatil amana fantadhir as-sa'a. Njëri pisa kapitullit kur do bëhet kiameti. Pejgamberi ka thonë momentin që humb amaneti prit e kiametin. Edhe ka pyetur sahabi ka thonë çish ndodh kjo Rasulullah. Pejgamberi sa ka thonë idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi. Kur i për çështja e gjykimit, e sundimit personave që pushtetit, persona që nuk kanë ehli asaj punës, nuk kanë mirënjohur ose nuk e meriton atë punë, më thonë. Pra shikoni këtu, më thonë, se nuk ja kanë haberin. Nuk ja kanë haberin, më thonë. E merr për detyrë një punë dhe tani më thonë nuk e krin siç duhet, më thonë. Parafësisht, më thonë, rreth këtij hadith është edhe rasti e Abu Dharrit, radhiyallahu anhu, kur ka thonë ja Rasulullah, pse më mëso mua që të jem, më thonë, në një vend caktuar si gjykatës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë këtij sahabit, ja Abu Dharr, innaka dhaif. Ka thonë ti Abu Dharr, ka thonë ti je i dopt. E ka thënë realitetin, më thonë, edhe pse nuk është në çmim për këtë sahabit të madh, por më thonë kërkon edhe forcë. Edhe forcë, më thonë. Innaka dhaifun, i ka thonë vetëm wa innaha amana. Ajo është, më thonë, amanet. Ti ndoshta mbush me marrën, por më nëse e merr, më duhesh me e krij ashtu siç duhet, më thonë. Pra kjo hadith i ditë më e vërtetë atë që ka thonë selam nëse humb amaneti prit e kiametin. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë awwal ma tafqiduna min dinikum al-amana. Gjëja e parë që keni me humb ju
më thonë, ju ka folë sahabëve, dhe aty që vim pas tyre, kanë thonë gjën e pa që keni me humbën, do të jetë amaneti. Edhe ka thonë për selam, wa akhiruha as-salah. Nësa gjën e fund që kemi me humbën, ka me qenën namazin. Pra edhe këto hadithe më të shohim shumë qartë azi. Do të thonë këto që nuk e falin namazin, motë e kanë humbur amanetin. Vërtet. Edhe mund ata përsërisë shumë se ne jemi besnik kështu. Ata e kanë harruar amanetin që e kanë ndaj Allahut. Ne tham pjesë e amanetit është edhe detyrat që i kemi ndaj Allahut. Ta besojmë atë, të ndigjojmë urdhrat e tij, të largohemi prej ndalesave të tij. Amanetin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hoxhune të kjo pika dosha pakës me ta parashtu një pyetje, ndoshta është pakës jo që është pyetje e ndërlikuar, po është pakës e prekshme sot për shumicën e muslimanëve. Ne kemi vërejtë se kur vjen puna e zgjedhjeve, ku do të qenë? Pa më parasysh të zgjedhje lokale, parlamentare, apo për shembull me u zgjedh dikush si drejtori i shkollës, apo që me u zgjedh dikush si mufti i Shkupit për shembull. Njerëzit e ofrojnë vetveten, edhe reklamojnë vetveten, thonë unë jam ai çka është më i miri për këtë punë. Nga pikpamja islame, kjo a është e lejuar apo? Më thonë, ka hadithe këtë mesele, për mësa më thonë, ka thonë qartë azim, mos ja jepni këtij personit që e kërkon. Që e kërkon, nga se më thonë, nëse paraqit veten, kjo është lloj lavdate, më thonë, për person që ka paraqit veten. Kështu që më thonë, i jepet personit udhësia, nuk kërkohet në islam. Kjo është një kriter, më thonë, që tu me pas parasysh çdo kush i cili synon, më thonë, sundimin ose cilave shumë vende ka që synohet kjo, më thonë. Ndoshta edhe të fetart, më thonë. E synon me kon miftije, por më thonë kriter du më pas parasysh, më thonë, që i jepet, por që nuk e kërkon person. Ka qartë në hadithin la nuwalli hadha al-amr man yatlubuhu, ne nuk ja japim këtë çështje, do të thonë pozitën udhëheqëse, këtë amanet nuk ja japim atij që e kërkon, ose hadithi tjetër kur thot, nëse ai e kërkon, Allahu e le. Që ai më ballafaqu vet. A nëse i jepet atëherë Allahu e ndihmon. Kjo është shumë e rëndësishme që Allahu e ndihmon atë që nuk e kërkon, po i jepet. Po i jepet e ma vonë do ta kemi pyetjen se a lejohet me refuzu dikush amanetin edhe në çfarë raste lejohet. Hoxhë nderuar, amaneti është vetëm për çështje materiale apo ka edhe aspekt shpirtëror? Ti e cekë pak as tek pyetja e parë, po tash edhe mundemi. Mo ka edhe shembuj të tjerë, ka bëj shembuj, si thamë, ajo amaneti përgjithshëm hin shumë gjëra aty, në besimin në Allah, që thamë, adhurimin ndaj Zotit e shumë, por edhe të kjo veçantë ai kemi disa gjëra që, më thonë, nuk kanë materiale. Sigurisht çështja, më thonë, me rrit sekretet e një personi, dhe një muhabetit, dhe një informatë që të jep dikush. Kjo, sot është bë katastrofë. Njerëzit i publikojnë biseda që i ka bë dikush me xhlis ndonjë tubim, ato biseda kanë qenë ndoshta sekret. Vërtet. Ti di hadithin ku thotë nëse iltefete, fe hiya aman, nëse dikush duke fol e kthen kokën, atë bëhet shenjë se kjo është amanet, diçka që dush me rujt. Jo me e traso amanetin. Një hadith që e përmendë, është një tjetër në çështjen mes dy bashkëshortëve, nëse ndodhen shembull, kanë kontakte, edhe vjen momenti që ndahen, nuk i lejohet, më thon, as burrit, as gruas mund që me fol për sekrete që kanë pas bashkëshortëve. Është një hadith me sa ka thonë pejgamberi, inna min a'dhamil amana. Për amanetin më të mëdha, pejgamberi, inda Allah yawm al-qiyamah ar-rajul yufti ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Pasi kanë pas kontakte, burrit me gruan. Ka qenë burr dhe grua, kanë qenë ata kulmin e intimitetit, domethënë afërsisë. Tash që ndo, ai shkon edhe për fsheh, edhe për hap fshehtësitë. E kjo ndodh, edhe kur ndodhen dy vetë tani fol kesh, ndoshta, domethënë, ja i përmend disa detaje që s'duhet më përmend. Ai ka qenë një sekret mes dy bashkëshortëve, s'ka nevojë më dalë në publik më. Edhe kjo që e thova gjë dash hadith me sam, ka thënë sam idha hadatha rajulu bil hadith thumma iltafata fa hiya al amana. Nëse dëgjoni nga ju thot flet me dikant tjetër, edhe shikon djathtë ose majtas, thot kjo tregon që kjo vlen vetëm për ti, kjo amanet është. Më thon, pasi ai ka shikuar mos po e ndëgjon dikush tjetër, kështu që i bën, më thon, këtë mohabet në të mbesë mes nesh. Mos ta marrë veç dikush tjetër. Ajeti ku Allahu thot se këtë amanet ja kemi ofruar tokës, qiejve, edhe kodrave, dhe ata
ato refuzuan që ta bartin edhe barti njeriu i cili është ignorant, xehul edhe dhalim që është i padrejt ndaj vetë dhalum, është i padrejt ndaj vetvetes së tij. Për çka bëhet fjalë? Çfarë emaneti është këtu? Këtu është emaneti jo material. Vërtet. Flet për atë amanetin e përgjithshëm që përmendëm në fillim. Kjo ajet flet për këtë amanet. Ulemat e tefsirit kur e komentojnë këtë ajet thonë Allah subhanahu wa taala në këtë ajet e shohim që po thot inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Ja kemi paraqit më thon amanetin, përgjithësinë, barën, më thon qieve dhe tokës dhe maleve. Fa abayna an yahmilnaha. Kanë refuzuar këto, wa ashfaqna min, kanë pas frikë nga kjo amaneti i Iran. Wa hamalaha al-insan. Sa njeriu e ka marrë këtë barë. Shpejt, automatikisht. Innehu kana dhaluman jahula, njeriu modi ka bë me këtë barë, i ka bë më thon padësi vetes, edhe jahula njeriu në esencë është ignorant për këtë çështje. Ignorant për këtë çështje. Fillosi Allah ka dërguar pejgamber me na kujtu barë, ç'kët barë më thon. Barën e amanetit që është më thon që po amaneti përgjithshëm, që është besimi, tauhidi, më thon, adhurimi ndaj Zotit. Edhe amaneti i veçantë këtu më thon, dy atin më. Edhe e përgjithshme edhe ajo e veçantë. A është e mundshme që një krijesë e cila është domethën pa shpirt, Allah nuk ka më marrë në llogari, as tokën, as qiejt, as kodat ditën e gjykimit, ato më pas frikë më të madh sa njeriu të cilit Allah i ka dhënë shumë të mirë, ja ka dhënë arsyen, ja ka dhënë mendjen, ja ka dhënë shpalljen që më e përkujtu, prapë ajo është ignorant edhe i padrejt ndaj vetvetes duke e bart mbi supet e veta këtë përgjegjësi. Se kjo është domethënë bëhet fjalë për një përgjegjësi, njeriu patjetër e ka pas me bart këtë përgjegjësi, por është një qasje të krijesave të palevitshme, toka, qielli, edhe kodrat të cilët e kanë refuzuar duke shpreh frikë se nuk do t'i dalin qosh, nuk do t'a kryen këtë amanet ashtu si duhet. Njeriu duhet me pas para se me pranu këtë amanet një moment që ai të përqendrohet, të mendon mirë edhe të analizon këtë, edhe pastaj ta merr përsipër këtë përgjegjësi. Se sot kemi shumë raste ku njeriu e kërkon pushtetin, i jepet pushteti, pastaj në fund deli pa suksesshëm, as populli nuk është razi me to, as ndoshta Allahu, nga se nuk e ka menduar mirë. Nuk e ka menduar mirë, se sa është nder me kanë ndonjë post, sa është kjo diçka një pozitë që njerëzit e lakmojnë, në të njëjtën kohë është përgjegjësi shumë e madhe. Ndoshta ka menduar, por e ka menduar për interesat e veta. Po. Ne më thon e ka marrë një barë, më thon që ajo është publike, që duhet më kthi, më thon dobia e saj tek njerëz, përgjithësia e ka kthi, më thon interesat e veta. Këtu del edhe unë lexoj se një prej zullumeve më të mëdha që janë përhapur te ne është ta'addi ala al-mal al-am. Ku njerëzit keq përdorin pronën e përgjithshme. Pronën e përgjithshme. Se ka shumë gjëra që janë pronë e përgjithshme. Ti rruga është e të gjithëve, ti nuk mundesh me derdh bërllogin midis rrugës apo me fillu me gropu sikur se bëjnë te ne. Domethënë ka marrë atë kopashin si them ne, edhe e ka hap kanalin se ju ka prish kanalizim apo diçka tjetër. Dalu pakas, kërko nga institucionet që me bëha atë në mënyrë të duhur. Jo ti vetë me marrë pushtetin, pastaj edhe i bën zullum edhe vetvetes, se ngarkon me gjuna edhe i bën zullum të tjerë. Subhanallah. Më kjo edhe është hadithi më kujtu tash, hadithi ka thonë me selam ittaqu da'watul madhlum, ruaj prej lutjes atij që është bë padësi, që ata që e kryjnë nevojën në rrugë, e fitojnë mallkimin e njerëzve. Ka shumë hadithe këtë çështje. La'anen, ata që kryjnë nevojën gjatë në rrugë. Po. Në vend ku pushojnë njerëzit në rrugën e kryjnë nevojën, edhe nuk kujdeset as pak për ato që këta parë që i shfryzojmë ne, këta male, këta, e shfryzojmë tërë ditën mbrëmje lëmi keq. Në pas kujdes. Ti ditë net ajo është edhe Zabeli Hoxhës e quajnë apo, që është vakëf. Tash është edhe pa afrohet 1 maj kur kretë shqiptarët, sikur komunistët e kohës së kaluar dalin nëpër pikniqe, edhe masane kur kthehen natën, mu vjen keq se subhanallah Maqedon, që nuk besojnë në Allah, që ndoshta nuk e kuptojnë se çka do të thonë amanet, masi që e mbarojnë një punë, bërllogin për shembull nga disa villa që i kanë atje në anën tonë,
i marrin bërllogët, i vendosin në vetur edhe i sjellin në shkup edhe i gjujnë në kontejner. Dërsa musliman ton, madje edhe haxhiler, tu e vozit kerë vetëm ja fug atje të proj edhe ati shbon një deponi e vërtet. Ose nëse shikojmë atë zabelin e hoxhës mas një maj, do ta shohim se me të vërtet gjendja është katastrofale. A kjo është, siç e tha vetë, e tërheq mallkimin e Allahut. Se nëse njeriu të mallkon, kjo është një treguese edhe Allahu nuk është razi me atë vepër. Edhe Allahu nuk është razi me atë vepër. Hoxhë nderuar, çfarë pasojë ka ai që nuk bart amanetin apo nuk e çon amanetin në vend, apo e shkel amanetin që i është besuar? Më thonë, këta njerëz që nuk e çojnë në vend amanetin, ne kemi pasojë fillimisht në dunjë një herë, para se me shku në ahiret. Ne do të shohim në jetën tonë përditshme njerëzit që marrin, më thonë, e marrin pushtetin, e marrin në një pozicion të madh, më thonë, edhe aty më thonë që jep hakin, nuk e kryen si duhet, tani më thonë gjithë popullata më thonë ja shohin shehrin, më thonë. Pra këto janë një ndër pasojat që i shohim më thonë në jetën tonë përditshme, po tani do të vazhdojnë të pasojat edhe në ahiret, më thonë në varr, më thonë ditën e gjykimit ku do të peshohen punët tona. Gjithashtu më thonë edhe na rrit njëri edhe përfundon në xhehenem. Qasi më thonë kjo ulema thonë mos krye amanetin është për gjunave të mëdha. E zakonisht më thonë gjunat e mëdha përfundojnë më thonë me xhehenem, nga se ka shumë kërcënime për atë personi i cili nuk e kryen amanetin. Nga se konsiderohet tradhtim ndaj Allahut dhe pejgamberit sa, dhe ndaj njerëzve në përgjithësi, më thonë nga se kemi thonë fjalë që ne kemi me këtë arsye me pas kujdes, më thonë pasojat janë shumë të rrezikshme, më thonë dunjë dhe edhe në ahiret. Allah na rrit. Po është një prej pasojave që unë e kum vërejt tek njerëzit përhapet kjo është tradhtia ndaj amanetit kur ti shohin të tjerët. To ta e bën, po e bëj edhe unë. Shembulltyre keqe. Po, shembulltyra e keqe është me të vërtetë. Ne dimi hadithin e pejgamberit kur thotë dalu ala khairin kefaili, ai që udhzon dikant që të bëjë ndonjë vepër të hajrit, është sikurse edhe vetë e ka bë. Po ashtu e njëjta është edhe ai i cili bëhet sebeb që dikush me bëj diçka të keqe, e ka një hisë të gjunahit, edhe ka një hisë të mëkatit që e bart ai person. Prandaj njerëzit nuk duhet të shikojnë shembulltyrat e këqija, po duhet të mundojnë të kërkojnë një shembulltyr të mirë, sikur se ka qenë shembulltyra më e mirë pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarët ashabët e tabiinët e të tabiinët gjeneratët më të dalluara që kanë qenë shembulltyr për të mirë. Mos e merr ti për shembull dika që e anashkalon, apo shpesh ne kur kemi fol për këto tema, po ma hoxho krete bëjnë. Kjo nëse nuk është argument. Kjo nuk është argument se nëse krete bëjnë, atëherë krete janë qafira, edhe ne të bëmi qafira. Shumica nuk është argument. Po. Nëse ndjekmi shumicën, ndoshta edhe devijojmë. Po, edhe shumica. Hoxha është një ajet që e thave pasojat e mëkatit, shëmbëltyra keqe. Allah subhanahu wa taala në një ajet në surën Yasin thotë: "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Dhe ne do t'i shkruajmë, më thonë, ato vepra të cilat e kanë bë dhe pasojat atyre veprave. Që ne shpesh e harrojmë pasojën e një vepre të keqe, më thonë. Ne do të mendojmë vetëm në aspektin që bëni mëkat o shkryt mëkati 10 ose më tepër. Vrasja e parë që ka ndodhur në dunjë është Habil dhe Kabili, se cila vrasje që ndodh një hise e ka edhe ai vllalli që e ka mbyt vllahun e tij. Prandaj njerëzit duhet të kenë kujdes, në veçantë shkelja e amanetit në aspekt të besimit. Shkelja e amanetit në aspekt të ndjekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe po ashtu shumë e rëndësishme që njerëzit që kanë marrë përsipër diçka prej përgjegjësive të përgjithshme, është bo ka ardhur në pushtet, është kujdestar për ndonjë firmë, për ndonjë send, nëse ai nuk i menaxhon ato çështje ashtu si duhet, atëherë le ta dije se pasojat do t'i ketë shumë të rënda. Se ti ki me hi ndërhak njerëzve. E nëse ju hi ndërhak njerëzve, ata nuk bën razi. Pa ti marrë sevapët edhe pa ti ngarku gjunat. Prandaj njerëzit duhet me pas shumë kujdes. E ti e cekë duan, e ati që i bëhet padrejtësi, mes saj dhe Allahut nuk ka perde. Hoxh më bëna Allah se une nuk të Allah është për blefte. Në mirë me vend, Allah është për blefte.
Cila është mënyra më e mirë që ne mundemi ta përmbushim amanetin? Çka na ndihmon që të jemi të suksesshëm në këtë se njeriu është i dobët, por ka nevojë për ndihmën e Allahut. Hoxha ka shumë sebepe, por amanetet më thonë dallojnë karshi asaj për të cilën më thonë bëhet fjala. Shembull, nëse themi amanetin ndaj Allahut më thonë karshi Zotit, dallojnë më thonë kriteret. Amanetin ndaj pejgamberit ose dallojnë, amanetin ndaj prindërve, ndaj fëmijëve tanë, ndaj më thonë komshiut e shumë sene, më thonë dallojnë më thonë. Këta si duhet me pas parasysh çka kemi obligime ndaj Zotit. Këta njëtën kohë janë edhe amanete. Obligime ndaj prindërve, cilët janë ata obligime? Njëtën kohë janë këta edhe amanete para që ne i kemi mbi supët tona. Amanete ndaj fëmijëve tanë, cilët janë ata obligime, më kthehet kjo çështje tek për cilën bëhet fjala. Çfarë obligime kemi edhe ato ti përmbushim? Obligime bashkëtorë në shembull. Person në momentin që martohesh, duhet me pas parasysh çfarë obligime ke si burr, kashi gruas tënde. Edhe kundër. Mos t'ja lejosh vetëm atë që Allah e cakton me ndërprej martesa, ti tash me marrë me shpall atë si dushman kryesor edhe me i përhap këtë fshehtësitë. Kjo si më thonë ulema thonë, kjo dallon për temën të cilat do të flasim, më thonë, se flasim për amanetin kashi Zot, aty më thonë ka shumë çështje. Besimi i drejtë, më thonë më thonë largimi nga shirku, është amanet, më thonë. Adhurimi siç duhet, më thonë, ashtu siç kërkon Zoti, më thonë pasimi për selam, në formën si ka dash, më thonë, si e ka për selam, më thonë, ashtu mu adhuru Zoti. Pra më thonë, këtu më thonë varet me për cilën bëjmë fjalë. Nëse themi shembull amanetin ndaj pasurisë, ka tjera kritere, më thonë. Me shikuar shembull si e fitojmë pasurinë, edhe si e harxojmë. Më thonë, ka këto kritere tjera ka. Si thash, më thonë, nëse themi për fëmijët, për komshin, më thonë, ka për cilën vepër ka kritere të veçanta. Në këtë çështje ndihmon duaja. Po tjetër. Duaja është rruga më e shkurtër që njeriu ta plotson nevojën. Se kur ti drejtohesh Allahut që ai më kanë për krah syrit me qenë, domethënë që të ndihmon, me siguri se edhe amanetin shumë më lehtë të i kalon edhe shumë. Ne kemi këtë meselë që është në lutje, se kemi në surën Fatiha. Allahu më thonë çdo recat ne kujtojmë këtë çështje, më thonë, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë o Zot dhe vetëm prej te ndihmë kërkojmë. Thonë dietar, më nuk ka mundësi moralizu adhurimin ndaj Zotit, nëse nuk është ndihma e Allahut. Ne do të më lip, më thonë, ndihmën e Zotit. Por edhe të vazhdon ajeti ihdinas siratal mustaqim. Pra më namaz jemi, e themi Zot na uzo. Çdo është udhëzimi, më thonë, Allahu më të forcu këtë rrugë. Më fillimisht me Zotin më të orientu, me ta hidayatu tawfiq dhe hidayatu dalal. Hidayatu dalal është me të udhëzuar rrugën e drejtë, pastaj me të dhënë tawfiq, me dhënë sukses, që me pas vazhdojshmërinë e këtë. Lutja është më thonë në shkallë më të mëdha, më thonë. Lutja bile ndron edhe katerin e Zotit, më. Këtë si besimtar asnjë Zot më shpresat, më thonë, në lutje. Njerëzit shpesh thonë e lutë Allahun, nuk ndodhi asgjë. Këtu është hadithi, inna Allaha yastajabu li ahadikum ma'lam yastajil. Domethënë Allahu i përgjigj lutjes së njeriu përderisa nuk e përshpejton. Si e përshpejton? Po hadithi tjetër është robit i pranot lutja, po pranimi është 3 lloje. Pranimi më thonë ashtu si e ku Zoti më ta dhon njëjtën kërkesë, mi të përgjigj ashtu si ke kërkuar nga Zoti. Po forma e dytë është më thonë me ta ndru me diçka që është më mirë për ty. Ti mendon e ke kërkuar për Zotin një çështje, po Zoti ndoshta Allah di më së miri ajo çështje nuk është për ty. Por është këtë tjetra, më thonë. Edhe ta hap Zoti, ta ka pranuar lutjen e Allahut, po ta ka ndru, më thonë, atë kërkesën ta ka thonë me diçka tjetër. Edhe mund të mbet shpërblimi i lutjes në ahiret. Po Allah më të dhon shpërblimet për shkak që e lut, se lutja në esencë është adhurim, ibadet, më thonë. Njerëzit shpesh kur i ndodh diçka për caktimit të Allahut, nuk e mirëpresin, se mendojnë se ajo diçka tjetër që e ka kërkuar është më e mirë. A ne si besimtar duhet vetveten vazhdimisht me përkujtuar se ajo që Allahu e ka caktuar për neve, është ajo që është më e dobishme për neve. Valla ne ndonjëherë mendojmë se në këtë s'ka hajër. Ndërsa ndoshta pikërisht është hajri më i madh në atë që Allahu ta ka caktuar. Edhe Allahu e ka diturinë absolute dhe urtësinë kulmore që është alim, është hakim, i cili i din nevojat e robërve dhe din se çka më së shumti i bën dobi robit të vet. Prandaj besimtarët asnjëherë nuk guxojnë që ta mos ta mirëpresin caktimin e Allahut, sepse çdo caktim i Allahut, nëse i ndodh diçka e keqe, sikur se ka thënë pejgamberi sa, bën sabër dhe bëhet hajër për ta. Dhe nëse i ndodh diçka e mirë, e falenderon Allahun dhe bëhet
hajër për të, dhe këtë mirësi nuk e ka askush tjetër përveç Se besimtari. besimtarit. Jo rastisht hoxha edhe një ndër kushtet e imanit është edhe besimi në kader. Pra, mendoj një ndër kushtet e imanit, me qenë besimtar, më patjetër dush me besu në caktimin e Zotit. Po, çfarë është? Kjo më thonë mjafton si vlerë me qenë një ndër bazat e imanit, me qenë besimi në kader. Kader, edhe më u pajtu me caktimin. Është pak e vështirë për shumë njerëz. Madje edhe ndoshta për disa është bërë shkak që dikush me dalë prej dinit pse nuk është pajtu me caktimin e Allahut. Ne kemi ndëgjuar raste ku njeriu ka shpreh fjalë të kufrit vetëm se Allah e ka sprovu me vdekje ndonjë të afërmit apo pse Zoti më marr fëmijën, pse Zoti më sprovu me këtë. O robi Allah, di se ajo që Allah ta ka caktuar është herë. Më mirë për ti se sa ti që mund të caktuar për veten tënde. Sigurisht po. Hoxha dhe pyetja e fundit, a lejohet që dikush ta refuzon amanetin? Nëse dikush i ofron ndonjë çështje, edhe si është këtu dallimi mes këtij që e refuzon amanetin edhe me rastin e Jusufit alayhisalam që kërkon amanetin. Kërkon që të ngarkohet me pozitën udhëheqëse të depove të drithrave që e ka pas në kohën e vet. Po me kuptu këtë çështje që atë lejohet me refuzu amanetin, dhe më duhet me bëhet ndarjen që e bëra në fillim, amaneti i përgjithshëm dhe amaneti i veçantë. Të amaneti i përgjithshëm që është besimi në Allah, me laçë, më thonë adhurimi, më thonë këtu nuk kemi drejt me refuzim. Momentin që jeton, edhe Allah të ka dhënë, më thonë të ka dhënë logjik. Ti je obliguar me këtë amanet me besu Zotin. Je në moshën e rritur. E pjekurisë, moshën madhore, ti më thonë obligohesh me adhuru Zotin. Atë mi besu drejt Allahut siç duhet. Me ndëru pejgamberin sa mi besue, me përkrah, më thonë. Edhe me ndaj familjes, ndaj komshiut, disa gjëra nuk nëse kemi atë luksi me refuzue. Me thonë vallai që këtë emanet s'po du me pranue. E kit pranue, më thonë. Momentin që Allah ka dhënë. Nëse refuzojmë bëhemi sikur ata që kanë thënë ato minuna bi ba'd el-kitab wa takfuruna bi ba'd. Vërtet. A beson në pjesë librit edhe tjetrën e mohoni? Po. Kurse Malekum kayfa takumun. Çka është si gjykoni, si veproni pse? Po. Kurse kur na lejohet, më thonë nëse na i jepet drejta e zgjedhjes. Kemi shohim vetë që ne nuk kemi mundësi me kry një punë të caktuar, edhe i thu person unë smuj me e marr këtë barr. Si po me hadithin e Abu Dharrit, pra sa mi tha, ti je një person i dopt. Kjo është amanet. Unë smush me mbajt. Wa inna yawm al-qiyamati khizyun wa nadama. Wa nadama. Ajo më thonë është pushtrim edhe pikëllim edhe pendim ditën e gjykimit. Pra shikoni më thonë kemi disa raste që na jepet luksi që ne me refuzua. Po në shumicën e rasteve vetë kemi këtë barr. Deshtem apo nuk deshtem. Po vetë në fillim kemi planuar për mëdon ajetin që Allah ja ka paraqitur më thonë çeve dhe tokës edhe maleve, kurse njeriu ka planuar këtë amanet. Kjo është amaneti i përgjithshëm që kemi planuar me fjalën e ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden abduhu. Përse me këtë deklarat ne i kena marrë përsipër këto. Gjitha këto amanete, dhe nuk kemi drejtu me refuzu asnjërin prej tyre. Ne mund me qenë të dobët, më thonë, në realizimin e tyre, më thonë, herë ne jemi njerëz, gabojmë, më thonë, kemi lëshime, se kemi përballë dynjanin, kemi shejtanin, kemi sfidat, më thonë, ne dobësohemi her pas here, më thonë. Por më thonë, kjo bor asnjëherë nuk largohet nga supët e njerëzve. Sot fatkeqësisht ndodha e kundërta. Njerëzit i kërkojnë këto amanete materiale edhe tjera që kanë të bëjnë me pozitat, ndërsa e refuzojnë amanetin që kanë nuk guxojnë me refuzu. Kjo është me të vërtet një humbje shumë e madhe nëse njerëzit kështu bëjnë edhe veprojnë. E kërkojnë amanetin për të cilin do të pendohen ditën e gjykimit, ndërsa e refuzojnë atë amanetin për të cilin po ashtu nëse nuk e pranojnë do të pendohen ditën e gjykimit dhe do të ballafaqohen me një dënim të dhimbshëm. Allah i nderoft. Amin. Hoxhë nderuar, a ke ndonjë këshill për fond? Një këshill kisha pas, më thonë që kjo çështje ta marrim më seriozisht. Është një barr, më thonë fillimisht atë amanetin e përgjithshëm, ta marrim shumë seriozisht nga se kemi humbit para Zotit, më thonë për besimin, për veprat tona, për adhurimet, namazin e tjera të adhurime, mos ta marrim çështje e lehtë, më thonë, nga se piktu vjen këta lëshimet e shohim ne. Ka se njerëz nuk e marrin këtë si barr. E shohim si nëse kam kohë unë falna, nëse kam kohë do barrën që kam ndaj fëmijëve rri me fëmijët. Nëse kam kohë, më thonë bëj filan respektoj prit. Jo, më thonë, këta janë barra që duhet më marr seriozisht, më thotë mbi para Zotit nesër ditën e gjykimit. Allah i më thonë na lesof gjithë neve. Amin. Allahu inshallah. Allahu na e mundësof që të jemi më serioz në këtë çështje.
të kuptojmë rëndësinë e amanetit të përgjithshëm dhe amanetit të veçantë me të cilën e kemi ngarkuar vetën tonë. Edhe na bëf për atyre që kanë shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Amin. Hoxhë nderuar, faleminderit shumë që ishe sonte me neve. Zoti shpërbleft. Gjithashtu ju, Allah i nderoft. Amin. Amin. Ishte kënaqësi për mua. Allah i shpërbleft. Të nderuar shikues, ky ishte mejlisi ynë për këtë javë. Shpresojmë se sadopak e kemi bërë më të qartë seriozitetin e temës së amanetit dhe çfarë do të thotë amaneti, edhe me shpresë se të gjithë kemi përfituar. Ju përshëndes, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.